Grupi Trio Italiano di Ance në një koncert instrumental në Gjirokastër. Koncerti u zhvillua pranë ambienteve të teatrit Zini Sako të qytetit të Gurt, ndërsa shfaqja u mirëprit nga artëdashësit gjirokastrit. Kësaj periudhe, kësaj stine, pas këtij koncerti do të kemi në Gjirokastër një tjetër artist në muajin prill, një tjetër artist italian, i cili do të jetë pjesë e një shfaqjeje me interpretime dhe pjesën nga autorët më të mirë, siç është Dante, por edhe autorë të tjerë italian. Dhe do vazhdojmë me të tjera koncerte në javën e Italisë, që është në muajin qershor, ku do të ketë gjatë gjithë javës mjaft aktivitete kulturore, artistike, por jo vetëm në Gjirokastër. Në fjalën e tij, konsulli italian i nderit në Gjirokastër, Teodor Bilushi, vlerëson aktivitetin koncertor. Të gjitha këto aktivitete janë pjesë e vëmendjes që kanë institucionet italiane për sa i përket bashkëpunimit me Shqipërinë dhe në veçantë me Gjirokastrën, që prej vitesh aktivitetet kanë qenë të shumta dhe urojmë shumë që bashkëpunimi të vazhdoj për të pasur sa më shumë shfaqje të bukura në qytetin e Gjirokastrës. Të shumt kanë qenë aktivitetet kulturore për gjatë fundjavës në qytetin e Gjirokastrës.